Projektet monoetnike të qeverisë së Shkupit janë shkaku kryesor për tensionimin e vazhdueshëm të raporteve ndëretnike në Maqedoni, vlerësojnë analistët. Gjatë një debati lidhur me incidentet e fundit, analistët shqiptar thanë se projektet qeveritare, siç është Enciklopedia Maqedonase ku u fyen rënd shqiptarët, nxisin urrëtitjen e të rinjve maqedonas ndaj shqiptarëve, e cila më pas reflektohet në forma të ndryshme. Për fatkeqësisht ne mund të konstatojmë se marrëdhëniet ndërretnike të ndërfetare sikur vazhdimisht bëhen sfidë për bashkëtesën tonë dhe në një mënyrë elementet ndryshme mundohen që të përfitojnë nga kjo gjendje e krijuar. Ne jemi të vetëdijshëm që në Republikën e Maqedonisë gjithmonë do të ketë individ dhe grupe të cilat do të mbjellin urrëtie, të cilat do të tentojnë që të njollosin të tjerët, por konsiderojmë që këto grupe mund të mbeten të marginalizuar nëse shoqëria vendoset në mënyrë të përshtatshme ndaj tyre. Analistët kritikuan institucionet shtetërore dhe për mosveprimin e tyre në incidentet e fundit. Ata thanë se shteti nuk po ndërmerr masat e nevojshme për të ruajtur marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni. Unë nuk kam informatë se shteti ka ndërmarrë ndonjë aktivitet kundra atyre të cilët shkaktojnë incidente ndërnacionale. Mendoj se qeveria dhe institucionet e shtetit janë mjaft të zbeth në aktivitetet e tyre dhe kjo ndoshta është edhe provokim shtesë ndaj atyre të cilët ndin veten të prekur në ndjenjet e tyre edhe fetare dhe nacionale. Ndërkohë edhe përkundër apeleve të shumta për uljen e tensioneve, fyerjet në baza etnike ndaj shqiptarëve janë përsëritur të njëjtën në një ndeshje basketbolli në Shkup, ndërsa në internet është paraqitur një këngë në gjuhën maqedonase ku në mënyrë çnjerëzore fyen shqiptarët. Riyad Murati, Top Channel, Shkup.